Tirana festoi 81 vjetorin e çlirimit, një ngjarje që mbetet e shenjtë në kujtesën e qytetit dhe të gjithë kombit shqiptar. Qytetarët dhe përfaqësues të institucioneve u mblodhën për të nderuar ata që luftuan për lirinë e kryeqytetit dhe për të rikujtuar datën historike të 17 nëntorit 1944. Kryetaria e komanduar e bashkisë, Anuela Ristani, theksoi se çlirimi i Tiranës nuk ishte thjesht një fitore ushtarake, por simboli i guximit dhe vendosmërisë së një populli që nuk pranoi kurrë të dorëzohej. Sot dhe çdo vit që e kujtojmë 17 nëntorin, nuk nderojmë vetëm një datë, ne nderojmë një trashëgimi. Atë të njerëzve që nuk u dorëzuan, që besuan se Tirana mund të çojë në këmbë përtej errësirës asaj më të thellë që kishte njohur bota. Kujtojmë jo vetëm çlirimin e një qyteti, por çlirimin e shpirtit të një kombi. Dhe pikërisht me këtë ndjenjë, me këtë besim, të hekur tek Tirana, tek njerëzit e saj, tek e ardhmja që ndërtojmë së bashku, jemi mbledhur këtu sot. Sepse qyteti ynë vazhdon të ndryshojë, vazhdon të rritet, të sfidoj veten, ashtu siç ka bërë dhe siç ka shkruar çdo kapitull të historisë së tij, me dinjitet. Ristani nënvizoi se kjo datë nuk shërben vetëm për të rikujtuar fitoret e së shkuarës, por për të konfirmuar detyrimet ndaj të ardhmes.